Ardhja e pranverës ka bërë që vizitueshmëria në Kalan e Gjirokastës të jetë edhe më e lartë, duke e cilësuar si një ndër monumentet më të preferuar të turistëve vendas, por kryesisht ata të huaj. Kalaja madhështore e Argjiros çdo ditë mirëpret vizitor nga mbar bota. Fal vlerave historike dhe arkitektonike që ka, shumë turistë e kanë kthyer në një prej destinacioneve kryesore për ta vizituar. Ata shprehen se është një prej vendeve më të veçanta dhe me më shumë histori. Jam nga Suedia, më pëlqen historia, vendet dhe njerëzit e famshëm që ka ky qytet. Kalaja është e mrekullueshme. Unë do të rri edhe një javë tjetër në Shqipëri dhe do të vizitoj vende të ndryshme. Francisco, California. Vi nga Kalifornia, më pëlqejnë shumë ndërtesat, rrugët, Kalaja ka një pamje shumë të bukur. Gjej një qetësi në këtë qytet dhe harroj shumë shpejt kohën. Këtë vend të mrekullueshëm se kam gjetur në asnjë vend tjetër. Do ta rekomandoj edhe të miqtë e mi. Ky monument është kthyer tashmë në një pikë të rëndësishme për gujdat turistike dhe zhvillimin e turizmit.